Gazetarja britanike erdhi në Shqipëri për një pushim traditor dhe nuk u largua kurrë. Në tetorin e vitit 2017, Alice Taylor mori fluturimin drejt të Shqipërisë për një ratisje të shkurtër traditore. Nuk kishte plane për të qëndruar gjatë, as ndonjë ëndër për ndërtuar jetën në Ballkan, ishte thjesht një udhtim spontan në një vend për cilin dinte shumë pak. Po siç thotë ajo me humor, gjithçka ndryshoi pas gotës së parë të rakisë shqiptare. Pa dashje e zgjata qëndrimin për 3 javë, kujton ajo. Gjatë atyre javëve Shqipëria nisi të më hynte në lëkurë, miq të rinj, mikpritje, kafene plot jetë, qytetet dhe malet e vendit krijuan tek ajo një ndjesi të rrallë rehatin. Pak kohë më vonë ajo u kthye sërish, kësajherë me vajzën, macat dhe sënët më të rëndësishme të jetës saj. Sot, gati një dekadë më vonë, Taylor është bërë një nga zërat e huaj më të njohur që promovon Shqipërinë në internet përmes videove dhe reportazheve të saj. Ajo sfiton stereotipet e vjetra që ende ekzistojnë jashtë vendit për shqiptarët dhe Shqipërinë. Ajo thotë se Shqipëria nuk e magjepsi për shkak të çmimeve të lira apo plazhe, por për mënyrën njerëzore të jetesës. Më pëlqen që njerëzit gjejnë kohë për kafe, për biseda, për njëri tjetrin, shprehet ajo. Një tjetër element që surprizon vazhdimisht është siguria. Si nënë e vetme, ajo tregon se ndihet më sigurt duke ecur natën në Tiranë se në disa qytete britanike.